Qof lëvduar Jezu Krishti për të gjithë dëgjuesit e Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente të lusim së bashku mbrëmsoren e së shtunës. Jemi në javën e 5 të gjatë vitit liturgjika, kurse psalmet i marrim nga java 2 të psalterit. O hymë e janë ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Zot, burimi të gjitha sendeve, që në çdo gjë të kryer hapësirën e mbar tokës, me të mira e dhunti e mbushe. Kur krijove rruzullimin, thuhet se në fund more pushim, duke u dhënë punëve që ne me qejf të ngriheshim. Bëj tash vdekatare të qajnë fajet e jetës, të qëndrojnë e virtyte e me mbarësi të shpërblehen. Që kur të nis frika e madhe e gjykatësit të tmerrshëm, të gjithë me radhë të gëzohemi mbushur me dhunti paqeje. Na jep o atë mëshirë ploti, dhe o bir baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, që sundon në të gjithë shekujt. Amen. Antifona par. Fjala jote është dritës për këmbët e mia o Zot, dritë për udhët e mia. Psalmi 119, premtimi për mbajtjen e ligjit të Zotit. Fjala jote është dritës për këmbët e mia, dritë për udhët e mia. U përbetova dhe do ta mbaj fjalën, do t'i ruaj gjygjet e drejtësisë sate. Jam përse tepërmi i përvuajtur o Zot, ma përtrit jetën sipas premtimit tënd. Pranoj o Zot dhuratat e gojës sime dhe mi mëso gjygjet e tua. Jeta ime është gjithmonë në rrezik, por nuk e harroj ligjin tënd. Të mbrapshtët vun leqe kundër meje, por nuk ju shmanga porosive të tua. Dëshmitë e tua janë trashëgimi im i përhershëm, janë kënaqësia shpirtit tim. E përul zemrën time që t'i kryej urdhrimet e tua, për herë e deri në fund. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Fjala jote është dritës për këmbët e mia, o Zot, dritë për udhët e mia. Aleluja. Antifona 2. Para fytyrës sate o Zot është gëzimi pa kufi. Aleluja. Psalmi 16. Zoti pjesa trashëgimit tim. Më ruaj o hy, sepse të kam rënë dore. I thash Zotit, ti je Zoti im, tjetër të mirë nuk kam veç teje. Për shetri që janë për mbi tokë, njerëz bujar, po përvëlohem krejtësisht prej dëshirës. I sulmojnë të zezat e veta ata që shkojnë pas zotave të huaj. Unë nuk do t'u flijoj fli njomi e gjakrash, buzët e mia do t'ua përmendin emrat. Zoti është pjesa e trashëgimit tim dhe gota, në dorën tënde është fati im. Shorti më ra në më të mirën tokë, pjesa e trashëgimit tim, tezve më pëlqen. E bekoj Zotin që më dha kuptim, edhe natën veshkat e mia më mësojnë. Zotin e kam gjithmonë parasysh, më rinë të djathtë, nuk kam se si të rëzohem. Prandaj galdon zemra ime, gëzon shpirti im, mbar trupi im pushon në qetësi. S'do të malësh shpirtin në nën tokë, as s'do të lejosh që shehi ty të kalbet në dhej. Ti do të ma tregosh udhën e jetës, gëzimin e plot para fytyrës sate, kënaqjen e amshueshme në të djathtën tënde. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Para fytyrës sate o Zot, është gëzim i pa kufi. Aleluja. Antifona 3. Qielli e toka le të përkulen para emrit të Krishtit Zot. Aleluja. Kënga nga letra Filipianeve, kapitulli 2. Krishti, shërbëtori hyjit. Krishti Jezus edhe pse me natyrë hyj,
Barazin e vetë me të nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të. Por ja mohoi vetvetes. E mori natyrën e shërbëtorit dhe u bë ngjashëm me njerëz, Dhe për kapamja jashtme, duke i vetëm njeri, e përuli vetveten duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. mu deri në vdekje në kryq, Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmoj. Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjit atë, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Qielli e toka le të përkulen para emrit të Krishtit Zot. Aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga letra drejtuar Kolosianëve kapitulli i parë. Hyj Ati ynë, ju dhënd hir e paqe. E falenderojmë hyin, Atin e Zotit ton Jezu Krishtit, dhe lutemi vazhdimisht për ju, sepse morën vesh për fen tuaj në Jezu Krishtin dhe për dashurinë që keni ndaj të gjithë shenjtërve, për arsye të shpresës që ruhet për ju në qiell. Për të keni dëgjuar në sajet e fjalës së vërtetës, ungjillit, që arriti te ju dhe po jep fryte e po zhvillohet, si në mbar botën, ashtu edhe ndër ju, qysh prej ditës kur dëgjuat dhe njohët hirin e hyjit me anë të së vërtetës. Përgjigje e shkurtër, që nga lindja dielli i gjerë në Perëndim, lavdërojeni emrin e Zotit. Që nga lindja dielli gjerë në Perëndim, lavdërojeni emrin e Zotit. Lavdia ti e madhe te kalon qiejt. Lavdërojeni emrin e Zotit. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Që nga lindja dielli gjerë në Perëndim, lavdërojeni emrin e Zotit. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Nëse drejtësia juaj nuk do të jetë më madhe se drejtësia skribëve dhe farisejve, nuk do të hyni në mbretërinë e qiellit. Kënga Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me harej brohorit hyjit shëlbuesit tim, Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vetë të përvuajt. qese që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni. për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrezoi princat prej froneve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. duke e sjell në mend mëshirën, Si u apati premtuar e tërvetan. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Nëse drejtësia juaj nuk do të jetë më e madhe se drejtësia e skribëve dhe farizejve, nuk do të hyni në mbretërinë e qiellit. Lutjet e besimtarve. Hyje është ndihma dhe mburoja e popullit, të cilën e zgjodhi për trashëgimin e vet që të jetë i shejt. T'ja shprehim falënderimin ton duke përkujtuar mirësinë e tij dhe t'i brohorasim. Në ty, o Zot, shpresojmë. O atë zemërbut, të lutemi për papën ton Franceskun dhe për i peshkvit tan, Imzoto Gjergji, mbroj dhe shenjtroj me fuqinë tënde. Në ty, o Zot, shpresojmë. Le të ndjejnë të sëmurët se janë të bashkuar me Krishtin që vuan dhe të jenë për herë pjesëtar të ngushëllimit të tij. Në ty, o Zot, shpresojmë. Me mirësinë tënde shikoj ata që s'kan kulm mbi kokë, le ta gjejnë banesën e përshtatshme. Në ty, o Zot, shpresojmë. Dhe njohu t'i japësh dhe t'i ruash frytet e tokës, që të gjithë ta kenë bukën e përditshme. Në ty, o Zot, shpresojmë.
Liroje popullin ton prej çdo të keqeje, të jetojnë në paqe dhe në begati. Në ty, o Zot, shpresojmë. O Zot, pranoj të vdekurit me mirësinë tënde, udhhiqe ata në banesat e amshuara. Në ty, o Zot, shpresojmë. Aty që je në qiell, u shenjë trofë zemrë yt. Ardh mbretëria jote, u bëf vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O Hy, ti vetë thua se banon në zemra të drejtëve dhe të mirëve. Bëj po të lutemi të jemi të tillë me hire të tua, që një mend të mund të banosh ndër ne, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që më ty jeton në mbretëron në bashkim me shpirtin shejt Hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë Hyin.